zoti Boçi, me çështjen Balluku, me pengimin e drejtësisë, sigurisht do kemi mundësi të flasim edhe për protestën, pasi edhe ditën e nesërme është protesta e radhës. Por faktori ndërkombëtar, Gjermania kryesisht, e cila e ka kurrëzuar edhe integrimin me çështjen Balluku, duket se ka acaruar më shumë Tiranën dhe zgjedhja me sa duket e Ramës, po t'i referohemi asaj çka deklaroi edhe në fjalën e tij në mbledhjen e grupit socialist, duket se Balluku e do më shumë se Europën. Po, e ka dëshmuar këtë dhe konflikti që kërkon ai të hapë me Gjermaninë kuptohet as nga ana diplomatike, as nga ana politike, por edhe as nga ana historike. Gjermania ka qenë një nga aleatët më të forta Shqipërisë në rrugtimin e saj të drejt Europës në shumë faza. Dhe verbi i kryeministrit dhe mënyra si artikulohet ai ndaj vendeve partnere është atipik, nuk ka pasur ndonjëherë sjellje të tillë përgjatë historisë tonë politike ku drejtues lartë të qeveritë të shprehen në formë të tillë, jo më për Gjermaninë, por edhe për shtete tjera që nuk kanë rolin që ka Gjermania brenda Bashkimit Evropian apo në atë përkrahje të madhe që ajo na ka ofruar. Por kjo që situata në cilën gjendet është i detyruar të bëjë zgjedhje midis Belindës dhe Gjermanisë, për shkak se është brenda totalisht kokë këmbë tek korrupsioni i Belindës, se bën që zgjedhë Belindën dhe të shkelmojë Gjermaninë dhe rolin e saj, por edhe kushtet e saj, sepse duket sikur ai shfaqet një kryeministër që spyet, por ndërton këtë lloj themi miti rreth vetes tij, ndërkohë që është një kryeministër që i dridhen zëri, i dridhen këmbët, kur e artikulon më zëri atë emrin e Gjermanisë, jo më kur merr dhe to kushtësimet e drejt për drejta. Edhe nuk është vetëm Gjermania që ka bërë kushtet lehtë, është edhe Komisioni i Këshillit të Evropës dori një deklaratë kompar para 2 javësh, ku qartazi e përcaktonte qëndrimin ndaj çështjes Balluku si një vit kuqe, si një themi ndalesë apo hapje porte për Shqipërinë drejt integrimit, nëse Rama vazhdonte të qëndronte në pozitën që ai ishte pak më përpara, ende pozita nuk është shumë e qartë, është flu, Rama që më ishte kanon, sepse ai duhet avancojë në atë kërkesë që edhe Gjermania dhe vendet tjera në forma tjera, por dhe Këshilli i Evropës ja kanë drejtuar, duhet heqi imunitetin, të shterojë, të pushojë të gjitha sulmet që ka ndaj drejtësisë, madje të bashkëpunojë me drejtësinë, sepse është vetë brenda aferave dhe një ditë bukur, besoj nuk do jetë e largët dita që dhe ai thirret dhe t'japë dëshmitë e tij për ato përgjime ku ai del më shumë në dosjen 16.000 faqe, të paktën ajo që dihet sot, megjithëse dosja është sekret, është mbajtur e tillë edhe nga deputetët, qartasi Rama dhe emri i tij del më shumë se sa vetë emri i Belinda Ballukut. Pra i gjendur në vërtetësi, ai ka zgjedhur Belindën dhe mendon që kjo është rruga e shpëtimit të tij, ose kjo është koha që zgjat akoma më shumë pushtetin e tij, i cili duket qartazi. Do të pyes edhe diçka fundi, zoti Boçi, pasi e di edhe që ju jeni që unë i përmendat përbashkët faktori ndërkombëtar, faktori i brendshëm i protestave Partisë Demokratike dhe Opozitës, por edhe mënyra se si po insiston drejtësia për çështjen Balluku.